Drenusha Latifi, ish banorja e BBVK, ka reaguar ndaj producentes Olsa Muhameti, pasi kjo e fundit foli për përfshirjen e ish bashkëshortit të saj, Atilla Kardesh, në këtë forma. Nelin, Olsa deklaroi se futja e Atillës në BBVK 3 nuk ishte e jashtëligjshme, pasi ai nuk ishte dënuar për dhunë fizike. Nelin, sa i takon kësaj, Drenusha ka publikuar një reagim të fortë në Instagram, duke akuzuar atë për lojë fjalësh. Nelin, ish banorja thekson se dhuna e ushtruar nga Atilla ndaj saj është dokumentuar dhe janë 3 procese gjyqësore në vazhdim, një civil dhe 2 penale. Nelin, Atilla nuk ka mundur të më dhunonte mua ligjërisht. Dhuna nuk është një akt që ndodh ligjërisht, por është një realitet i rënd për viktimat. Deklarata e saj është një lojë me fjalët dhe një tentativë për të manipuluar opinionin, shprehet Drenusha. Nelin, për ish banoren deklarata e Olsës është skandaloze, denigruese dhe skajshmërisht të dëmshme për secilën grua që ka përjetuar dhunë. Nelin, mos e harrojmë që si shtet kemi marrë përsipër të zbatojmë Konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave. Një deklaratë e tillë nga një producente femër hedh në dyshim jo vetëm historinë time, por edhe të mira grave që kanë përjetuar dhunë. Shkruan ajo. Drenusha paralajmëroi se është duke përgatitur një padje ligjore kundër